Fra pamje ka fshati i Kurish. Për tek kisha e kabashit Kurishit, e poshtë është edhe një kala e Kurishit. Ku ka tabla këto. Ku ka tek flamuri atje. Stash shkojnë edhe këshyemi pak shka ka. Asha në kam jetë prej kalajës të kabashit. Edhe këto te kalaja kabashit erdhëm. Mirë. Pas kënë meta do gërë. Shpra pamje ka. Di, a janë të edit këta banorët e Kurishit. Qfar bjesh kanë. Super. Këtu është edhe këta që lëshohen me parashuta. Shpra pamje të mire ka. Është shumë interesant. Unë nuk e kom provu kur veç. Besoj që du me provu. Qërë pamje ka. Shumë bukur, Për gjithë ata që du me provu parashutin kabash të Kurishit, unë e qesto emnin e atina personi që i ban këto parashutat që lëshohen për kësaj pjese. E qesto edhe mundi mi shkru edhe marrë me provu këtë pamje me parashut. Shihemi. Kjo kish mundi marrë edhe me motora. Në Kurish poshtë janë të lëshune me qira motorat me 4 rrota edhe krosa. Ja kallëzoj këtu Instagramin e ati djali që i ka, që i lëshon me qira dhe mundi marrë me vizitue prej poshtit me motora. Dash me motor krosa, dash me kësi me motora me 4 rrota. Respekt. Erdhëm gati edhe një tabel koka për tek shtegu i kishës. Bele kokën të renovu këtu pak, kokën të i në req. Sa mirë. Ka këna me kalu na. Po kalojmë që kënej ma let. Qërë kisha. Shën tjetër, 15 minuta. Me nëzje gjetëm këtë kish. Këto veç kokën të nërej shtegun. Qërë sa mirë. Nuk jem të edit. E në të nërej banorët e kabashit. Apo është të nërej komuna. Në qësë janë të nërej komuna, bravo, respekt. Në qësë janë të nërej katunit, edhe njerë ma shumë respekt. Qërë sa mirë shtegu. Ka pamje ka. E gjetëm. Kishe mija interesant. Në mdoget të me hyp diku nalë. S'ku ka një shpel. Këti ka do të me hyp këto, po shtash e gjojmë na, se e di që janë do simbole. Okej, shtu koka një për dyër. Ta këshirëmi, pas ka dhe shkallë. Ta këshirëmi shka ka këtu. Edhe t'ju kallëzëm juve pamjen që ka mrena. Pas ka simbole shumë këto. Ama pas në fillu veç me fshin, shalla i rujnë, ma shumë këto simbole që kuën shumë interesant. Që të nalë. Kështu që erdhëm. Shtegu ke i letë, s'ke edhe shumë i vështirë. Ke 2 orë e gjys për fshatit poshtë Kurishit, me hecën në kam. Edhe këtu kokën. Këto simbole, po pas ka nisë
me I fshi njerëzit që vinë me vizitu, që ka nis me gry, që ka nis me bon iksa, që për shkujnë emna, pas kanë prish. Këto është gjëna mi hek, mi fshi, me prish murin. E kretëm shtegur. Kena bo një 2 orë gjys 3 rrugë prej shatit Kurish poshtë. E kom lanë aty keren, e deri këtu ku marrë në kom. Shtegu si shumë zërë, pak largë po. Ama ja vlen me ardhë grupet. Qëpse dëni edhe muni marrë në kom, muni marrë edhe me gjypa është rruga, po muni marrë edhe me motora, se ka poshtë në katon atje që I lëshojnë me qira, që muni mi marrë, edhe muni marrë me vizitu. Është shtegu dhe këtu, është shumë mirë. Unë po pëlqej ka, koka interesant, ja vleka me vizitu, kështu që shihemi kaloja tjera, edhe kisha tjera. Sot e këtëm, besoj që ju ka pëlqy ky shteg, kisha, e kështu që shihemi kisha tjera të vjetra.